Pse Zoti për veten e tij në Kur'an thot, ne. Në kohën kur zbriti Kur'ani, arabët kishin një kulturë të theksuar të poezisë, elokuencës dhe aftësisë për të folur pastër dhe rrjedhshëm. Në panajire tregtare dhe mejdane, njerëzit grumbulloheshin për të dëgjuar ose për të sfiduar njëri tjetrin me poezitë dhe recitimet e tyre. Kurani zbriti në një gjuhë të pastër arabe dhe i sfidoi ata që kishin aftësi të jashtëzakonshme në gjuhë dhe elokuencë. Shumë poet dhe dietar, pasi dëgjonin vetëm disa ajete, pranonin se kjo nuk ishte fjalë e njeriut, por ishte fjalë e Zotit. Një nga veçoritë interesante të gjuhës së Kur'anit është mënyra se si Allahu i referohet vetes së tij. Ai përdor nganjëherë njësin, unë, ene, dhe nganjëherë shumësin, ne, nahnu. Do t'i përmeni dy shembuj për secilin. Thot Zoti i Madhërisht në Kur'anin famlar në surën Maryam, ajeti 9, "Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a." Unë të krijova ty më parë dhe nuk ishe fare. Dhe ajeti tjetër, "Inna fatahna laka fathan mubina", ne ta dham një fitore të sigurt. Fath, ajeti i parë. Po e shohim në ajetin e parë përdoret njësi, kurse në ajetin e dytë është përdorur shumësi. Përdorimi i shumësit ka dy kuptime kryesore në gjuhën arabe. Përdorimi i parë, shumësi numerik, kur flitet për më shumë se një person ose objekt, dhe shumësi i dytë, shumësi i madhështisë, për të shprehur autoritet, fuqi dhe respektin e lartë. Kur Allahu i Madhërisëm përdor ne shumësin për veten e tij, kjo zakonisht shfaqet në veprime madhështore, sikurse krijimi, mbajtja e rendit, zbritja e udhëzimeve ose dërgimi i angjujve e të tjera. Në këto raste, përdorimi i shumësit është një shprehje e madhështisë së tij absolute, ndërsa kur flet për çështje të tjera që lidhen me monoteizmin, adhurimin, kërkimin e faljes ose përmendjen e tij, Allahu përdor njësin për të theksuar qartësinë e njëshmërisë. Zoti është një, i vetëm dhe i pakrahasueshëm. Edhe në gjuhë tjera dhe në kontekste njerëzore, përdorimi i shumësit për autoritet nuk është i panjohur. Për shembull, një mbret ose udhëhes mund të thotë, ne kemi vendosur ta bëjmë këtë vendim. Edhe pse flitet për një person, forma e shumësit shpreh autoritetin dhe madhështinë e vendimit. Pra, përdorimi i ne në Kur'an nuk nënkupton shumë zotrinj, por është një shumës madhështor, një mënyrë për të treguar fuqinë, autoritetin dhe madhështinë e Zotit tonë. Kështu, Zoti nuk thot kur lutuni tek ne, por thot më thirrni mua në njëjs. Kjo vërteton se shumësi përdoret për të treguar fuqinë që bën, ndërsa njëjsi tregon qenjen që meriton adhurim.